Mateu, kreu 5. Kur I pa gjitha ta njerëz, ai u ngjit në mal, edhe mas I ungj, ju afruan dishepujt e vet. Nisi me I mësue t'u I thanë: Të lumt ata që janë skamnor në shpirt, se e tyne është mretnia e qiejve. Të lumt ata që I vajtojnë, se ata kanë mu ngushllue. Të lumt ata që janë zemërbut, se ata kanë me trashigu tokën. Të lumt ata që janë unë të tetshëm për drejtësi, se ata kanë mungi. Të lumt të mëshirshmit, se ndaj tyne ka me pas mëshirë. Të lumt ata me zemër të pastër, se ata kanë me pa Perëndin. Të lumt ata që punojnë për paqen, se ata kanë mu thirr bijt Perëndis. Të lumt ata që janë të njekun për shkak drejtësisë, se e tyne është mretnia e qiellit. Të lumt ju kur t'ju shajnë e t'u njekin, edhe t'u rrajt, t'ju thonë tanat zezat për shkakun tem. Gëzoj edhe galdoni, se I madh është shpërblimi juaj në qiell, se kështu I kanë njek edhe profet që janë kanë përpara jush. Ju jeni krypa e tokës, po kur krypa mshtohet, me çka ka mu gjelpsue? Nuk vyn ma për kurrgja, veç për me gjujt jashtë e me shkel njerëzit. Ju jeni drita e botës, nuk mundet mu mshef qyteti që është ma e të malit. As kanelin nuk e dhezin edhe nuk e shtin nër magje, po për mishanam për me ju bë dritë ma mirë krejt atyne që janë shpi. Kështu le të shënërit drita juaj përpara njerëzisë, që ata të mujnë mi pa punët e juaj atë mira, edhe t'i thurin lavdi Atit tuaj që është në qiej. Mos kujtoni se kam ardhur për me shfuqizu ligjin ose profet. Nuk kam ardhur mi shfuqizue, po për mi plotësue. Se për një mend po ju tham, sa t'jetë qielli edhe toka, as një germ edhe as një presi nuk ka me ju hjek ligjit, pa u plotësue të tanat. Pra kushdo që e shkel edhe ma të voglen e këtyne porosive, edhe I mëson njerëzit me vepru ashtu, ka mu thirr ma I voglin mretnin e qiejve. Po kushdo që I zbaton ato porosi, edhe u mëson tjerve, ai do të quhet I madh në mretnin e qiejve. Se po ju tham se në kohë që drejtësia juaj nuk ja kalon asaj të skribëve dhe të farisejve, nuk keni me hinë mretnin e qiejve. A keni një çka kanë thonë matë vjetrit? Mos vraj, kushdo që I vret, ka me ju nënshtru gjykimit. Po ju tham se, kushdo që I dhënohet me vllaun e vet, ka mu përgjegj para gjyqit. Edhe kushdo që I vllaut vet I thot trullan, ka mu kanë fajtor para këshillit nalt. Edhe kushdo që I thot I trend, ka me ju nënshtrue zjarmi të ferrit. Për qëta, në kohë që e bjen dhuratën tanë në liter, edhe atje të bjen nërmen se vllau yt ka diçka kundër ateje, le dhuratën aty para alterit. Mas pari shko, pajtohu me vllaun tan, e te vona hajde për kushtoj dhuratën. Ndaje sa ma shpejt sherrin me kundërshtarin tan, sa I udhës me te, se ndoshta kundërshtarit dorëzon të gjykaci të roja edhe të shtin burg. Po të tham, për një me, se prej aty I s'ki me dal kur para se me pague paren e mbram. A keni një që është thanë, mos e the kunorën, po në po ju tham se kushdo që e këqyr me lakmi gruan e tjetrit, e ka të thy me kunorën me te në zemrën e vetë. Në kohë që syni yt I djathtë të shtyn me bamkat, nxirr edhe gjuje larg, se është ma mirë me hup një copë trupit tënd se me të gjujt krejt trupin ferr. Kur dora jote e djathtë të shtyn me bamkat, preje edhe gjuje larg, se është ma mirë me të hup një copë trupit tënd se me të maru krejt trupin ferr. Është thënë se kushdo që e len gruan e vet, duhet me ja dhënë letrën e ndamjes. Po ju tham se çdo njeri që e lëshon gruan e vet, përveç kur ajo e tradhton, e ban atë me thy kunorën. Edhe kushdo që martohet me gru të lshueme, e thën kunorën. Veç kësaj, ju keni një që është thënë prej ma pleqve, mos ban be rrajshëm, por ma e besën që e ban para Zotit. Po ju tham, mos bani kur farbeje, as për qiellin, sa është froni Perëndis, as për tokën, sa është troj për kamët e tij, as për Jerusalemin, se është qyteti mretit madh, as për kryet tanë mos ban be, se nuk mundesh me bat bardh, e as zez, as edhe një kime floku. Po fjala juaj duhet me kanë, po, ose jo, se gjithë shka ma tepër se kaq, vjen prej koft largut. Ju keni një që është thanë, sy për sy e dham për dham. Po unë po ju tham mos ja ktheni njerit ligë. Kur dikush ta mshon faqen e djathtë, kthej edhe tjetrën. Kof që dikush qet në gjyq edhe ta merr këmishën, jepja edhe setrën.
Kur dikush shtin me zor me hes 1 mile, bani 2 bashk me te. Ati që t'lyp, jepi, edhe ati që t'lyp hua mos ja kthe shpinën. Keni një që është thanë, duje ta fërmin tanë edhe urreje anë mikun tanë. Po unë po ju thamë, duni anë miq tuj, edhe lutuni për ata që ju njekin. Për me mujt mu ba bijt e atit që është në qiell, që e ban diellin e vet me lej për mi të këqit e të mirt, edhe e ban me ra shiun për mi të drejtit edhe të padrejtit. Se në koftë që i doni ata që ju dojnë, çfarë shpërblimi keni me pas? A nuk e bajnë të njajtën punë dhe ta gramledhsat? Në koftë që i përshënetni veç vllaznit tuaj, çka po bani ma shumë se tjerët? A se bajnë të njajtën gjë edhe pagant? Prandaj jeni të përsosun, që shashti përsosun, ati juaj qiellor. Mateu, kreu 6. Këqyrni se mos e zbatoni drejtësinë tuaj për sytë e njerëzve, veç për me ju pa ata. Për ndryshe nuk keni me pas shpërblim prej Atit tuaj që është në qiell. Pra kur jep lëmosh, mos e ban të madhe, qysh bajnë dyftyrëshat në sinagoga edhe në për rrugë për me nderu njerëzit. Për një me po ju tham, ata e kanë marrë shpërblimin e vet. Po kur jep lëmosh, dora jote e shmajt nuk duhet me di se çka po bane djathta. Ashtu që lëmosha që e jep me mete msheft, edhe aty që shen msheftësi ka me të shpërblye. Kur luteni, mos u lutni si dyftyrëshat, se aty në ju pëlqen mu lut të inajet në për sinagoga e në për qyshet e udhëve për me i pa njerëzit. Për një me po ju tham, ata e kanë marrë shpërblimin e vet. Po ti kur të lutesh, hin mrena në dhomën tane, edhe mas i ta mshelish derën, lut ju Atit tanë që nuk shihet, edhe aty që shen msheftësi ka me të shpërblye. Kur luteni, mos llomotitni qysh bajnë pagant, se ata mendojnë se tu i fol shumë kanë munije. Pra mos u gani atyne, se Ati ju e din çka ju duhet para se t'ja lypni. Prandaj lutuni kështu: Ati ynë që je në qiell, shet nuk joft emnyt, ardë mretnia jote, u bau vullnesa jote, si në qiell ashtu edhe mi dhej. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona, që shua kemi fal na fajtorëve tanë. Mos na lën me rand të keq, po shlirona prej të keqës. Se nu a falshi njerëzve fajet e tyne, edhe Ati ju i qiellor ka me ju fal juve. E në mos u a falshi njerëzve fajet e tyne, as Ati juj nuk ka me u a fal fajet e juja. Kur të ngjinoni, mos u më rolni në qere që shbajnë dyftyrëshat, se ata prishën ftyrë për mudok para njerëzve se po ngjinojnë. Për një me po ju tham, ata e kanë marrë shpërblimin e vet. E ti kur të ngjinojsh, lyje kryt me vaj edhe laje ftyrën. Mos mudok para njerëzve që po ngjinon, po para Atit tanë që nuk shihet, edhe Ati yt që shen msheftësi ka me të shpërblye. Mos mbledhni për veti pasuni për mi tokë, aty ku i bren tia në ryshku, edhe aty ku hin hajnat me dhunë e vjedhin. Po mbledhni për veti pasunin qiell, aty ku as tia as në ryshku nuk i brejnë, edhe ku as hajnat nuk muhin me i vjedh me dhunë. Se aty ku e ki pasunin, aty ka me kanë edhe zemra jote. Kandili trupit është syni. Prandaj kur syni është i kthjellt, krejt trupi yt ka me kanë plot me dritë. Po kur syni yt është i smut, krejt trupi yt ka me kanë terr. Prandaj në kohë se drita mrena teja është terr, sa i madh ka me kanë terri. Kur kush nuk mundet me i pas dy zotni, se ja ka me urry njanin, e ka me desh tjetrin, ja ka me shku për mas njanit edhe ka me përbuz tjetrin. Nuk mundi mi shërby edhe perenis edhe pasunis. Prandaj po ju tham, mos u bani merak për jetën tuaj, çka keni me hangër e çka keni me pi, as për trupin tuaj se çka keni me vesh. A thue, a nuk e vlen jeta ma shumë se ushqimi edhe trupi ma shumë se veshja? Këqyrni zogjt e qiellit, që nuk mjellin as nuk korrin, as nuk mbledhin hamare, megjithatë Ati ju i qiellori ushqen. A nuk vleni ju ma shumë se ata? Cili prej jush, sa do që të bëhat merak, mundet me jashtu edhe një orë jetës vet. Pse mu bë marak për veshën? Këqyrni qysh rriten lilat e fushës që as nuk punojnë e as nuk tjerrin. Po ju tham, që as Solomoni me krejt lavdin e vet nuk ish i veshun si njani prej tyne.
Po masi Perënia vesh kështu barin e fushës, që sot dasht e nesër qitet në furr, a nuk ka me bo ma shumë për juve, o njerëz me pak besë. Prandaj mos u bani merak këtu i thonë, çka do të ham, çka do të pim, çka do të veshim, se krejt këto i lypin pagant, edhe ati ju që e lor e din që keni nevojë për tana këto. Po lyp një spari mretnin e ti, edhe drejtsin e ti, edhe krejt këto sene kanë me ju shtue. Prandaj mos u bani merak për nesër, se e nesër mja bëhet merak vetë për hallet e veta, se cilës dit i mjafton e keqja e vetë. Mateu 3:7. Mos gjykoni që të mos gjykoheni. Se me atë gjykim që i gjykoni tjerët, keni mu gjyku edhe ju. Edhe me atë mas që matni, me atë kanë me ju mat edhe juve. Pse e shes pirën synin e vllaut, e nuk e veneron traun që e ke në synin tënd? Ose qysh mundesh me i thënë vllaut tan, lem ta nxjerrë spirën prej synit tan, ty e pas traun synin tan. Ti dyftyrsh, heqë spari traun prej synit tan, se atëherë ki me pa ma mirë me ja hiq spirën prej synit vllaut tan. Mos ja qitni qenve ato që është e shajt, as mos ja gjuni thive margarita artuj, se mos i shkelin me kame dhe kthehen ka ju e ju shkyn. Lypni edhe ka me ju dhan, lypni se keni me gjet, trokitni edhe kanë mua qel, se kushdo që lyp, merr edhe ai që lyp gjen, edhe ati që troket kanë me ja qel. Ose, cili prej jush, kur i lyp, i biri buk i jep gur, ose kur i lyp peshk, a thu kam i dhon gjarpën? Pra kur ju, që jeni të këqi, dini me ju dhanë thmive të dhuratat mira, sa ma shumë ati ju i që është në qiej, ka me ju dhanë senet mira, atyne që lypin prej ati. Pra krejt që a kishit pas qef tjert me ju bë juve, njësoj bani edhe ju për ata, se kjo është ligji edhe profet. Hini për deret ngusht, se e madhe është dera, edhe gjana është udha që të qënë shkatërim, edhe shumë janë ata që hinë për te, se e vogël është dera dhe ngusht është udha që të qënë të jeta, edhe të pakt janë ata që e gjenë ate. Rujuni prej profetve të rajshëm, që vinë të ju të veshun me lkur delmes e për mrana e në ujqë grabit qarë. Ata kini mi njoft prej fryteve tyne. A munet mu vjel rrushi prej therrave, ja fiku prej murrizave? Kështu gjdo pëme mirë jep frytet mira, po gjdo pëme kalbun jep frytet këqia. Pema e mirë nuk mundet me dhanë frytet këqia, as pema e kalbun nuk mundet me dhanë frytet mira. Gjdo pëmë që sjep fryt mirë, prehet edhe qitet në zjarëm. Pra ata keni mi njoft prej fryteve tyne, jo se cili njeri që më thot, o Zot, ka me hinë mretnin e qieve, po ai që e ban vullnetin e atit tem që është në qiej. Atë dit, shumë kanë me më thonë, o Zot, a nuk kemi profetizua në emnin tanë? A nuk i kemi përzan shpirtat e këqij në emnin tanë? A nuk bëm shumë mrekulli në emnin tanë? E atëherë kam ju thënë haptas, unë s'ju kam njoft kur, ikni prej meje ju që keni bë punë të këqija. Prandaj, se cili që i ndëgjon fjalët e mia edhe i shtin punë, kam i përngjan njerit menqëm, që e maroj shpinë vet për mi shkam. Rashi, ujnat vërshuen, fryn ernat edhe u përplasën mjatë shpi, po ajo nuk urxue se i kish themelet për mi shkam. Se cili që i ndëgjon këto fjalët mia edhe nuk i shtin ato në punë, kam i përngjan njerit pa mend që e maroj shpinë vet për mi zall. Rashi, ujnat vërshuen, fryn ernat edhe u përplasën mjatë shpi. Ajo urxue e u bë rrafsh me tokë. E kur Jezusi ju dha fund këtyne fjalëve, njerëzit u mrekulluan prej mësimit tij. Sa i mësoi ka ata si njeri me pushtet plot, e jo si skribët e tyne.